Radio. Albania Radio. Hey, të dashur Zoja Sotri, përshëndetje speciale për juve shqiptarët që po na dëgjoni. Dhe më pas kemi përshëndetje speciale për gjithë tuaj që më na dëgjoni. Hello guys, welcome to Albania. Ciao, we are ragazzi. so happy to have you here in a lot of hotels in në këtë shpërndarje. Yes. Gjithandej. I guess you are very satisfied coming here in Albania. No trafici. Po, shumë rrugë të Faljush, pastra. jemi shumë të lumtur. Do donim që ju të vinit më shpesh në Shqipëri, sepse Shqipëria është më pa trafik tani që keni ardhur juve. Dhe ishte shumë qetësi mbi të gjitha, Shumë qetë. vallai dhe ne nuk e kishim parë ndonjëherë Tiranën kaq të qetë. Jo, një përshëndetje speciale shkon për gjithë stafin e Top Albania Radios, që është në backstage, një nga një, pa dallim moshe, ide, gjinie, i përshëndesim gjithë me shumë dashuri. Dhe në veçantë do ta përshëndesim pak DJ Vinin. Përveç se Vinin tashmë ne e kemi tonin. Po Vinin olla, përshëndesim tatanët e tjerë, pastaj të tjerët. Po tanët tani dihen. Po Kloj na ka braktisur, si mund përshëndesësh na ka Kloj? braktisur pikërisht, atë ne kemi munguar dhe prandaj na erdhi tani ajo dhe po na shef nga xhami e përlotur. E përlotur, vetëm lotin shoh aty, shoh vetëm një njerëz të gëzuar dhe të lumtur. Por i themi Klojt na harro. E bukur kjo. Kështu është kur shet lirë gjën e gabuar. E bukur kjo. Tani të dashur miq, jemi në një puntat tjetër speciale ta Apçus sot me do jemi së bashku deri në orën 20:00 me shumë dashuri me Visianin dhe Cubin. Por ndryshe kësaj herë ndjehemi shumë evropian apo jo Cubi, ndjehesh ti evropiane? Ndjem totalisht e huaj, ndjem pak si greke sot. Greke? Nuk e di pse. Po pse duhet ndjesh greke, më ndjem italiane? Jo, nuk e di pse, po unë mendoj se ndoshta lidhet nga jugu. Sot më ka thirrur origjina ime e largët ndoshta. Origjina jote e largët është thellësi shqiptare. Edhe ndihem pak si vojo e periote. Tikanis domethënë. Ja, sagapao. Sagapao Cubi pra, sagapao e dashur Cubi, mirë se erdhe. Tikanis të keqen motra. Por edhe kjo koha pak e çuditshme sot Bisiana. Pse? Se un prisja, duke qenë se ishte edhe një qytet sot i zbrazët, i lirshëm, i qetë, doja të kishte më shumë diell, por sot edhe këto ret sikur na mbuluan pak. Mos ndoshta lidhet pak dhe me summitin. Shiko, summiti, a di nga ka ardhur fjala summit? Po nga ka ardhur, sa nuk e dija dhe ndaj po përpiqesha. Po si pse qa jam unë, i lojtur të ta them direkt tani. S'do ma Pa thuash. përshëndetur me një muzikë. Pa përshëndetur ty, dëgjuesit dhe miq tan të huaj që na kanë nderuar prezenca atyre këtu, me thënë drejtë është rënqese, mishi kokur më bë kur dëgjova që do vinin këta tuaj. Samitrasit. Wow, thash me vete do vinë Samitrasit. Mbani frymën miq, sepse vin ata legjendat e Evropës, ata që su hap trapi për neve. Bobat e Samitit. Ata që kur vin këtu thon, "Wow, Shqipëria do të bëhet shumë shpejt." Gjithmonë këtë shprehje thon. Unë jam kurios të di çau ofron Rama këtyre që vinë. Fjalë të bukura. Çau thot. Mora vesh një kuriozitet bukur Cubi, që Meloni do flej nga Rama sot. Jo re. Po kështu më than. Do flej nga Rama? Po, nga shtëpia e Ramës. Po ç'ne kështu apo si motrë e vlla? Kish dalë një deklarat, nuk e lë motrën jashtë. Do ta fusi motrën brenda. Dhe ka të drejtë se nuk lihet motra jashtë. Po duhet respektuar motra, o zemra motrës. Po sigurisht. Po të erdhi motra, prezantoj vllajt. Si një histori e vjetër. Po të erdhi motrës prezantoj vllajt. Respektoj motrën deri në maksimum. Po si jo, ka Meloni këtu të mos e respektoj. Që të di se ç'të tregoj kur ti iki atje. Po të thot. Ta shpjegoj tamam. Të ketë historira motra. Po të ketë çat thot olla, isha në Surrele, më doli vllai para. Hajde te vllai sonte ti e jo po zviune, jo po ti ku do vesh sot të flesh tek mua. Jo po të keqen vllai, do flesh në hotel ti sot. Po mori grua në telefon, a bëj ndonjë gjë më se po na vjen motra sot. Na vjen motra sot, na gatoj në një gjë. Edhe besoj motra do kaloj mirë sot. Motra do kënaqet sonte. Do kënaqet. Sonte motra. Qa do haj sot thuti? Me intuitën tënde. Ka qime këtu te derja, ka qime. A thua do ketë qime në pjatë e motrës sot? Uf më. Pra,
E dashur Meloni, faleminderit që je. Besoj vllai nuk do të lej. Vllai do ta respektojnë në Do kaloni ngrohtë sot në Surrel. Kthehemi pas pak me përshëndetje speciale për gjithë juve me këtë këngë të përzgjedhur me dashuri në shoqërinë e DJ Vinit në putin të transmetimit dhe frekuencave magjike të Top Albania Radios për t'ju bërë eksperiencën tuaj të pasdites të çdo të enjte, të bukur dhe të paharrueshme. Dhe sot si një ditë e veçantë. Sot është një ditë shumë e veçantë. Një ditë e veçantë dhe për faktin që administrata është pushim, kalamajt janë pushim, prindrit kanë pasur sfidën për të mbajtur kalamajt sot dhe nesër. Sot ka qenë tmerr, domethënë për të gjithë. Dhe mendoj që shumica e njerëzve kanë vendosur të rrinë në shtëpi dhe kjo është arsyeja kryesore madhore pse sot s'ka pasur as pak trafik në Tiranë. Po ishte shumë mirë, ha? Dhe ishte bukur. Vjen nga skajet më të largët atë kryeqytetit. E bën nga shtëpia në Trëmbë, me thënë drejtën, o bobo janë bllokuar rrugët, po e kemi bën nga shtëpia deri këtu, 10 minuta. Se zot, ja bravo, vini ashtu. Kështu një fill dhe erdhëm. Dhe erdhëm direkt. Dhe një fill dhe do ikim. Jo, kemi edhe pak kohë për të ikur, por po Cubi. Përpara se të ikim Visian, sot është data 15 maj, besoj e di, ë? Po. Apo e di vetëm për shkak të summitit, apo e di që është data 15. Di çfarë ndodh me 17 maj, me 15 maj vazhdo. Po prit se kemi kohë për 17 maj. Po jo më ka ditini shoqja jon. Po ti folër se të keq përdora dhe një çik. Ka ditinin I shoqja jon. Në ushtri kam shkuar shumë mirë me shokën. Patjetër, I kam dashur, I kam vlerësuar gjëra detale. I kam respektuar dhe më kanë respektuar. Nëse më 15 maj të vitit 1993, Visian. 93. Po, të ktheva pas në kohë, po jo shumë pas. Viti I firmave piramidale. Çfarë vitesh o zot, tmerr. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e shpall 15 majin ditën ndërkombëtare të familjes. Të familjes, po. Okay. Më në fund një gjë ndryshe. Shumë bukur. E shpalli në mënyrë që të rritet ndërgjegjësimi pra për probleme dhe çështje që lidhen me familjen, për të ruajtur familjet e shëndosha dhe në mos gaboj në vitin 2015 është ngritur një problematik në lidhje me fëmijët në Shqipëri, të cilët abuzoheshin me ta. Dhe ajo që më bën përshtypje, ajo si ka mundësi që është bërë kaq shumë virale dhe e njohur 17 maj dhe asnjëherë s'është përmendur ka shumë 15 maj, që është një ndër ditët më të arsyeja pse ekziston dhe 17 maj, është se ka një 15 maj. Dhe në fakt familja është ajo që ka shumë rëndësi, pa diskutim. Dhe në ato vite në fakt ishte ishim ngritur her pas here aktivitete të ndryshme dhe jep një rëndësinë e duhur. Ka të paktën këtë 10 vjeçarin e fundit që nuk po jepet më rëndësi 15 majit. E tmerrshme. Dhe kjo me sa unë hulumtova pak lidhej pak edhe me faktin që disa shtete të botës ose le ta themi një pjesë e kanë pranuar dhe familjen e hapur. Që do të thotë? Që do të thotë këto martesat brenda llojit, brenda gjinive. Dhe disa të tjera jo, dhe është edhe ky kolapsi që ka patur një lloj ngërçil kështu le të themi, sepse në qendër të ditës ndërkombëtare të familjes është fëmia në thelb. Dhe pikërisht organizata për këtë është shpallur për të mbajtur familjen e shëndosh, ku nëna, babai dhe fëmia të ketë gjithë secili vendin e vet dhe një familje tradicionale. Edhe duket se në këto vite në fakt është 15 maj me shumë respekt dhe dashuri. Respektojmë familjen dhe ngrejmë një tribut për familjen e shëndosh, për familjen e shëndosh, edhe stimulojmë të gjithë njerëzit që të dashurojnë sa më shumë dhe pse jo të bëjnë fëmijë sa më shumë, që të shtohemi si popull dhe që kur të bëhemi evropian, pra në 2030-ën, siç ka thënë Rama, të jemi të paktën një shtatshe këtu. Të jemi 7 milion këtu në Shqipëri, të rrumbullakosemi pak, me thënë drejt. Shiko, unë e kuptova që dhe në një mënyrë të tërthort ti më bëre edhe mua një lloj thirrjeje, ëh? Martohu tani dhe bëj fëmijë. Thirrja është drejt për drejt për ty, Cubi, që ti duhet të respektosh 15 majin. Ke burr gje një sot dhe mbarsu. Të them të drejtën, gjithë rrugës sot I kam hapur syt më Visian, po sot nuk ishte edhe këm makine, këm shoferi autobusi, asnjë gjë. Çfarë të bëja unë? Propozoj pasi të mbarojmë hapçun, të dalim bashkë xhiro këtej nga hotelet e Tiranës. Në këmbë. Po, në këmbë. Dhe të shohim tasamitasit. Kam dëgjuar që janë 2-3 kokra
Janë beqar. Janë beqo. Shi. Kështu futesh në Europë para kohë. E po sot atëherë të dy neve kemi punë sot në mbrëmje. Ore më që më dole tek summiti. Po. Në fakt isha shumë kurioze të dija prejardhjen e fjalës summit. Kërkova, googlova shumë, hulumtova, por nuk gjendej diçka konkrete, domethënë nga vinte fjala summit. Shiko, summiti nuk është kështu siç ka qenë, siç është tani si fjalë, sepse summiti është një fjalë e huazuar nga India në vitin 258. Nuk e di nëse e di, por indianët sa na ktheve Visian. Është vërtet, indianët ti e di besoj që elefanti, të lashtësisë së lashtë. Po. Pra ti e di që elefanti është kafsha e shenjtë e Indisë. Dhe erdhi një periudhë ku elefantët nuk po pillnin më, nuk po lindin. Një lloj ngërçi si sot. Po, dhe lindi nevoja për një ginekolog mashkull që të kontrollonte elefantët. Çfarë më thua, mo Visian? Absolutisht po. Lidhet kjo me summitin, a? Po, dhe në vitin 248. Faleminderit Vini për. Faleminderit Vini që na ktheve shumë vite pas. Në vitin 248, një ginekolog shumë i njohur, ginekolog për njerëzit, u detyrua të lexonte se si të kontrollonte kafshët. Pra u kthye në një veteriner, le ta themi. Po, për elefantët. E kuptova. Edhe duke qenë se elefanti e kishte mitrën shumë të madhe, ai detyroi të futej komplet brenda. I shkreti veteriner. Por një ndër problemet që Jo, po përpiqesha ta imagjinoja si hidhej, domethënë me kokë, Jo, një ndër problemet që haste kur hynte brenda është se s'kishte dritë dhe nuk shikonte. Normale se s'kishte. Lindi nevoja që ai të kishte disa asistentë dhe mori një tufë burrash që e mbanin hapur elefantin, që ai ndërkohë që kontrollonte mitrën të shikonte, dhe këta që mbanin elefantin, quheshin samitrasit. Pra asistentët. Po samitrasit pas kanë qenë heronjtë e vërtet, domethënë. Ishin vërtet heronjtë e vërtet, sepse ata lëkura e elefantit shumë e trashë dhe shumë vështirë ta tendosësh ta mbash. Dhe ndërkohë që doktori kontrollonte, samitrasit ishin. Më fal, pa e vazhduar më tej, pak a shumë e di si numër sa samitras kanë qenë? Kanë qenë sepse elefanti është i madh, duheshin mbi 8 samitras që të mbanin. Dhe 3 hipnin mbi elefant, mbanin, 5 të tjerë poshtë. Po ndërkohë veterinerin e mbante njëri nga këmbët? Jo, veterineri kishte vënë një kështu, si quhet kjo, san, një si quhet kjo, kasht, një mullar. Po mullar kashte, kishte vënë që të hipte mbi të dhe të futet te elefanti për ta kontrolluar. Dhe nga kjo është huazuar sepse ata quheshin samitrasit në ato kohë. Pra lindi nevoja që në shumë detyra të bëheshin në grup. Edhe prandaj mirë, po flasim që në ato vite sigurisht njerëzit ka funksionuar në grup. 248. E drejtë, absolutisht. Dhe më pas Samiti. Po më fal, domethënë që ta lidhim dhe ta kuptoj se domethënë samitrasit ishin këta, po çfarë e lidh Samitin? Samiti pra me samitrasit. Që për të zgjidhur një problem, duhet të mblidheshin samitrasit, sepse u bë si një ideal për zgjidhjen e problemeve dhe mblidhej grupi samitrasve. Dhe samitrasit u shndruan në samit me kalimin e kohës në Europë. Po tani domethënë sot që janë mbledhur për respekt të gjithë indianëve, që edhe samitrasve të lashtë, ne i përshëndesim me një këngë që vjen nga lashtësia e lashtë, moderne, le të themi. Bëni si të bëni edhe 1-2 ditë. Edhe 2 luk kanë mbetur. Edhe do shpëtoni, do liroheni. Do lironi çik se do vazhdojnë jetën normalisht. Megjithatë, më kam përshtypjen që nesër do të jetë dita pak më problematike, sepse nesër është takimi pra. Nesër ne do rrim në Akasa. S'do dalim fare nesër, ë? Jo, s'do dalim fare. Edhe bllokimet do jenë akoma dhe më të rrethta. Nesër do ketë më shumë bllokime. Po, në fakt. Kështu që tani i cup. Po në punë nuk do shkojmë ne. Do shkojmë në punë. Në punë po më dashur. Në punë po. Varet kush do shkon, kush nuk do. Varet se si kemi rrugën. Varet si është rruga. Varet si do jetë rruga. Po. Kush nuk shkon është i gatshëm të paguajë gjobën. Po. Funksionon edhe kështu pa diskutim. Për kënaqësinë tuaj tonën. Kthehemi te rubrika më interesante, rubrika ku inteligjenca artificiale bashkëpunon me inteligjencën njerëzore. Aty ku bashkëpunon vokali i njeriut me tekstin e shkruar nga inteligjenca artificiale. Aty ku bashkëpunon
elektronika me biologjiken. Oh, Rubrika sa bukur. AI. AI. Rubrika AI. Shëndet. Shëndet. Dhe- Shëndet ishte nga AI edhe kjo apçuje? Po, nga AI ishte. Dhe për kënaqësinë tuaj të dashur miq, ashtu siç fillohet gjithmonë me lezet një gjë e bukur, me kënaqësinë e madhe për të prezantuar atë giganten e interpretimit radiofonik të poezive e madhja Cubi Metka për kënaqësinë tuaj. U mblodh samiti në Tiranë. U mblodh samiti në Tiranë. Rrugët u bllokuan anë mban. Politikan plot, si në një dyqan, secili kostumin në shtrenjtë mban. Rama me kravatë të kuqe flak, bënte foto pa pushim. Selfie këtu, selfie atje, një makth. Instagrami i tij mori flak. Wow. Macron kërkonte një croissant me djath, por gjeti vetëm byrek me spinaq. Tha, se lavi me një buzëqeshje të ngratë dhe hëngri gjithsesi, por me shumë merak. Wow. Von der Leyen me një valixhe plot euro shpërndante premtime si karamele, investime, fonde, projekte zero, thoshte me një zë të ëmbël si mjalt. Ndërsa Vučić, i humbur në përsall, kërkonte dikë për të debatuar. Po të gjithë e shihnin si të ishte fantazm dhe ai mbeti duke murmuruar. Dhe në fund të samitit, një darkë e madhe, me muzikë dhe valle shqiptare. Rama kërcente vallen e Tropojës me zjarr dhe të tjerët e shikonin me habit të madhe. Wow, më duket Kështu që është duhet samiti. Më duket që është inspiruar nga samiti i vjetshëm, se kështu bë vjet. Dhe kështu do funksionojë edhe ky samit. Edhe në fakt, Visian, Po. unë nuk kam bërë asnjë lloj redaktimi. Mos ja fut kot. Të betohem. As i redaktiv. Fare, dhe nuk e di Vučić ka ardhur apo nuk ka ardhur, apo pritet të Dëgjova që të do vi. vinte dhe Vučić. Nuk Por jam i sigurt, por dëgjova që do AI ka vinte. shkruar edhe për Vučić. E po mirë. Është sa inteligjent që është, Tani pra. Cubi kur të vjen në shtëpi, do ta presim si mik. Absolutisht po. Nëse megjithatë tani vjen radha e atij, një tjetër poezi e krijuar nga AI, nuk e di se sa i ka futur duart aty brenda. Po thuajse as pak. Fare. Po thuajse as pak. Okej, me zërin e tij të ëmbël, të brisht dhe pompoz, Visiano Kcenaj. Në Shqipëri fillon numërimi. Tavolina plot tensioni si aritmi. Njëri thot 1, tjetri jo, 5. Fletët ngatrohen gallat për me qesh. Një vot për majtas, një tjetër nuk dihet, se në zarfin bosh edhe hije shihet. Njëri PD-s thot u hodh një kuti, socialisti qesh është nga inati. Një flamur mbi kokë, një celular në dorë, një i ri kërkon të bëj horoskop për valen e dytë që s'del në numër sot. Kjo është e imja, jo është e jona, nga inati u kthye edhe një korona. Një flet u gris, një tjetër u shkel, në një kuti gjendet një cop pul me spec. Wow. Ndalo se ka shkelje, kjo vot s'është reale, po ajo është firmosur, ka një X në shalere. Jere. Numërimi vazhdon. Natë dit pa gjumë, në fund del rezultati, inshallah s'ka dhun. Njëri fiton, tjetri kërkon hetim, e Shqipëria pret, se han ata, por e ha populli im. Shumë aktuale, pa diskutim. Dhe në fakt kishte një të vërtet shumë të madhe aty brenda. Në fund populli e ha. E ha populli, ore, në Nga fund. do ta rretullosh. Do me Si do ta thënë, përballitesh? është gjithmonë kushdo që të fitoj, kushdo që të vi, gjithmonë njerëzit që do ta vuajnë pasojën e çdo qeverie, të keqe, edhe të mirë ndoshta, e han populli. Nëse është gjë e mirë, prapë Shiko. e han të mirën, nëse është e keqe, prapë ti do e hash. Shiko, populli tani e kishte në dorë, kështu që Patjetër. Vullneti popullit. vullneti, po, pa diskutim. Po kishte edhe një gjë shumë të bukur aty. Më pëlqeu shumë një ere. Ere, po. Erjen. Ç'ne? Nga doli kjo ereja? Ere, për rim, nuk e di.
Gjasë, ndoshta nga një numrim në fier. Jo, po për atë do të mos ishte gjë ti në fier kur krijove këtë poezinë. Jo, kam qenë këtu në Tiranë dashur, se ishim punë sot. Po si ka mundsi nga i erdhi kjo valë erje? Jereja vjen atë keqen. Po të erdhi jereja. Është bërë të mërshme kohët e fundit, kemi parë video shumë virale me këtë erje. E diti Cubi si përshëndeten dy fjerak me njëri tjetrin. Si përshëndeten? I thot fjerakut. Vlla, jere vlla. Po e kap apo jo? Jere. Vlla, jere vlla. Po kështu pra është përshëndetje. Jeti aty të themun. Vlla, jere vlla. Jo jere më. Vlla, jere vlla. Përgjigje pra. E kuptova. Shumë e bukur. Është shumë e bukur në vetvete, domethënë po vetëm andej e kuptojnë domethënë. Ja, ma e kuptojmë ti nga jugu, pse nga jeti, pse bën sikur ke lindur në fusharës. Ne nuk e themi ere. Nëse themi ere. Po mira, jere vlla, çabën vlla. Po mirë, kështu e kam fjerakët, jere vlla, çabën. Mirë, megjithatë, shiko, po ti marrim dialektet, të gjithë kanë përshëndetjet e tyre. Patjetër, si e keni unë te Pelen? Qa bëre vlla mirë? Mirë, ç'bën ti? Po qa bëre vlla mirë e kanë shumica jugu to, Vlora kështu e ka, Saranda kështu e ka. Në Gjirokastër, edhe në Gjirokastër kështu e ka. Po, edhe në Gjirokastër. Më mirë. Do të qerasme i këngë? Ha, më qeras një herë. Po se s'më ke qerasme me i këngë? Po është e bukur apo jo? Kush? Kjo kënga që do më qerasësh tani. Po tani. më e di DJ Vini. Kështu që ca gjëra thuhen rrallë sepse kot ti thua sepse për mall, thon. Janë evidente. Kështu që vërtet që emisionin më pikant dhe më të veçantë Apçu. Dhe ndër të tjera jemi gjithmonë mirënjohës që ne kemi një hapësirë këtu në Top Albania Radio prej kaq shumë kohësh, tashmë që jemi pjesë e saj dhe jemi vërtet mirënjohës dhe të lumtur që ndaj me juve në këto frekuenca historike, le të themi, emisionin ton Apçu, që është një emision ndryshe nga emisionet e tjerë. Është i bazuar në argëtimin, në sikurin, në budallëqet tona. Kështu që jo të gjitha gjërat na i merr kaq seriozisht. Kështu që jo çdo gjë që ndodh në këtë emision është për të marrë seriozisht. Edhe mbi të gjitha, këtë që bëjmë ne këtu mos e bëni në shtëpi. Vetëm po të paktën le të shijojnë muzikën, po këtë po shijojeni. Muzika është vërtet mund ta dëgjoni edhe në shtëpi këtë muzikë që dëgjoni këtu. Patjetër. Dhe meqense jemi në këtë kuadrin që thaj që jo të gjitha gjërat mund t'i bëni në shtëpi Visian, unë dua të nuk e di pse më erdhi tani një fenomen që ka ndodhur së fundmi. Fenomen, po. Wow. Dhe un jam trishtuar pak, të them të drejtën. Je trishtuar. Dhe ti e di që un jam shumë e ndjeshme, kështu. Vende. Je zëmardhje. Okej. Në çfarë vendesh je kryesisht? Ja, do ta them tani në zonën e Beratit. Në zonën e Beratit je ndjeshme? E Beratit. Aty jam shumë e ndjeshme. Sepse është një fshat në zonën e Beratit që është shpopulluar thuajse krejt. Është shpopulluar në Berat? Në Berat. Në qytetin e 1.001 dritarëve, po, ose 1.1 dritare, mund ta themi si të duam, po. Dhe ky fshat është akoma dhe më i vjetër se sa vet Berati, Morbisan. Është gati 4500 vjeçar. O Berat, që fate dhe o Berat more. Amani, o Berat more. Po pse me çfarë ka ndodhur? Gjodani më e rëndësishme jam. Çfarë ka ndodhur Beratit që pati fat? Ky fshati po shpopullohet krejt, kanë mbetur vetëm 2 banorë në të. 2 banore? Po, 2 banorë, vetëm një çift. Një burrë dhe një grua. Po si ka emrin fshati? Ky fshat quhet Vërtop. Vërtop. Wow. Dhe ekziston vërtet? Ore, të lutem shumë tani, hape mapin aty dhe shikoje. Vërtop. Dhe kanë ngelur vetëm 2 banor. Vetëm 2 banor. Po mirë, pas kanë ngel vëri dhe topi. Pikërisht, pra ky çifti kështu janë. Dhe këta janë, domethënë ky çift rrjedh nga trungu i lashtësisë. Këta janë familja e vërtet e Vërtopajve. Këta janë Vërtopasit. Po, është vërja. Ka vënë topin në parë. Është vërja dhe top. Topurja apo topërja? Si. Topja është femër. Është femër, domethënë është gruaja Topja. Topja është gruaja, vëri është. Po, si e kujtove ti? Po jo, pra jo. Vëri është buri dhe Topja është gruaja. Pra ky ja vë topën as. Vëre. I thot
Ja një sekond. Më fal. Kur bëjt dashuri vërja, se ndoshta na marrin për keq, po ne tani Po jo, tani kur vërja. Se ndryshon dot emrin. Kur vëri me topen. Bëjnë dashuri. Si e thret topja vërin? O vëri. Po, ai do me thënë, i thot asaj, o tope. Jo, e ke gatruar. Topja është femra, Cubi. Vëri është mashkull. Tani ajo. Kur ja kërkon vërit, i thot, o vëri, ma vër o zëmër. Edhe ai thot, po prit tope prit. Por mua më vjen vërtet shumë keq sepse është një fshat shumë i bukur. Dhe unë pash disa foto të vjetra të fshatit Vërtop, që ishte plot, domethënë dhe fisi këtyre i Vërtopave ishte plot me vërë dhe me topa. Po kemi foto të vërës dhe topë, të vërit dhe topës. Po ty do ti tregoj pas pak. Do më tregoj. Po mirë, shikoj, jam shumë kurioz. Kur topja. Për ata që na topja dëgjojnë nuk i shikojnë dot. Kur topja s'mundet, i thot vërit jam në ditët e mia. Edhe vërja i thot, të kuptoj o topet, kuptoj. Po kush është arsyeja pse banorët janë larguar nga fshati? Po nuk e thot, pra dhe mua kjo po më shqetëson, domethënë. Mos vall kanë gisht vëri dhe topja. Që janë larguar njerëzit. A thua, po pse duhet të largohen njerëzit? Jo, po them mos vall kanë gisht, mos vall kanë dashur ta kenë fshatin për vete. Ta kenë totalisht për vete, që vëri dhe topja të bëjnë çfarë duan. Pra, të rinë rehat. Po, edhe ndoshta mund të jetë se faktikisht të thashë që këta janë trungu, këta rrjedhin tamam, domethënë nga lashtësia. Ose vëri mund të ketë qenë shumë qefli. Dhe fshati nuk e ka rezistuar dot. Dhe topja është detyruar shumicën e grave i ka përzën me dhunë nga fshati. Po. Edhe kjo ndoshta mund të jetë, çfarë nuk bën vaki. Se duket vëri që është çik. Po pra, po në gjykimin tënd për shembull si e mendon ti? Unë mendoj që edhe topja nuk ka qenë kaq e palëvizur. Domethënë, edhe vëri, edhe topja kanë qenë të lëvizur, që ka vajtur fshatin në këtë Të ngelin vetëm këta të dy e tmerrshme është. Po mirë, ka edhe të mendosh që a festojnë ditën e Vërtopit, domethënë si fshat? E kanë dhe në fakt e kanë së shpejti, nuk e kanë tani në maj, po e kanë në datën 2 qershor. 2 qershor është dita e Vërtopit. O vino, me 2 qershor do ikim Berat vlla se ka është dita e Vërtopit. Edhe bëjnë edhe një ëmbëlsirë shumë të veçantë, që si quhet? Po Vërtopja. Thash se që hiq topin në ëmbëlsirë. Dhe në atë ditë vërshojnë Vërtop. Po mirë, një pyetje. Dhe hajnë të gjithë Vërtope. Do të bëj pyetje vërtet, është pyetje, kjo është vërtet pyetje serioze. Kur topja nuk do më. Si i thot vërit? Hiqe vër. Hiqe vër. Si thot, hiqe vër. Edhe ai se kupton. Ai se kupton dhe vazhdon, dhe topja ngelet në shtatzën prap. Sa fëmijë kanë topja me vërin? Ata kanë patur 15 fëmijë. 15, normal. Po, fëmijët kanë ikur në emigracion. O vlla, imagjino tash, s'ka faj vëri, sepse kjo i thoshte hiqe o vëri. Hiqe vër. Ai e hiqte dhe e vinte se merrte vesh. Dhe kanë bërë 15 kalamaj vlla, se kalon një ditë pushim shkretën. Edhe në fakt kanë bërë vetëm djem, vetëm djem. Po, dhe Vërtopat janë në gjithë botën, ë? Janë shpërndar nëpër Europë. Disa janë edhe në Amerikë, edhe në Afrikë madje kanë shkuar. Kanë shkuar edhe në Afrikë Vërtopasin. Të vënë, edhe atje ta vënë topin e tyre, domethënë ta vënë nga i top në çdo kontinent botës. Cubi, një përshëndetje speciale për këtë çift të mrekullueshëm. Për vërin dhe topen. Po. I përshëndesim me një gjë shumë të veçantë, e cila vjen tani ekskluzivisht për ata. Publicitet. Jo në fantastike të një fshati të bukur që quhet Vërtop të Beratit. Por ajo që më bëri kuriozoj dhe që më krijoi dyshime, Cubi, ishte fakti që prap kam dyshime për saktësinë dhe vërtetësinë e këtij informacioni. Dhe duke qenë se ti e di që ne kemi një mik, një shok, një producent, një legjend të Beratit, një ish legjendë muzikës shqiptare, gjithashtu një ish legjenda e 2XL-s, legjenda e Duplexit, Californias. Vjen ai më i madhi dhe më uniku, Turian Hyska. Turian Hysko, një telefonat speciale i cili do na flas. Do na flas në mënyrë imediate dhe do na thot saktësisht më shumë për fshatin Vërtop. Për fshatin Vërtop, sepse kemi dyshime që informacion që na tha Cubi. Ti ke dyshime se unë? Alo. Alo.
Përshëndetje Turian, mirë se erdhe, jemi live Top Albania Radio. Nuk e besoj dot Turian. Përshëndetje Visian edhe ish kolege i në tubi. Ua, që nga mishë. O Cubi, pse je ishte? Pse je një ishe turi? Si ka thënë Visiani për ty që ti po mbarove punë, nuk të ngre me telefonin, nuk të njeh më. Kjo është pak por e sigurt. Jo, unë gjithmonë e ngre telefonin. Jo, ti të fshi numrin, është më të tjetër. O Turian, tashi që është beqare vlla, tashi që se urdhroni, çalli keni. Turian, tashi që është beqare Cubi të merr vet, nuk është. Ja, ta merr fare. Shefi nuk e merr më ti marri mendim për zgjedhjet e saj. Prandaj dhe nuk i kanë shkuar. O Turi, mirë. Tani më jep mendimet Visiani. Prandaj e grop. Po prandaj. Po Turi, mirë se erdhe në Top Albania zemra. Tani është kënaqësi që të dëgjojmë zërin pas kaq shumë kohë që nuk të kemi parë surratin. Që je dukur. Tani ka ndodhur ca mistere për sa i përket një fshatit në Berat Turian. Dhe sipas dhe tani ka folur me zërin e njërit. Alo. Nga Top Albania jemi do ishik live. Ai ka qenë DJ Vini vlla. Vini, po pse ishte kaq i rënd Vini? Okej, nesër. Jo, është thjesht serioz. Ashtu ka qëndrimi Vini. E mirë. Ha, edhe Turian, Vertopi, sipas informacioneve që kemi në Hapçu, është një fshat i cili jeton 2 zotrinj. Pra Vëri dhe Topja që janë burrë grua. A është i vërtet ky informacion? E para një Vërtopi është një fshat midis Poliçanit dhe Beratit. Okej. E dyta në Vërtop që un kam bërë me grupin Produktës së 8 te kënga mos gaboj te Goni Zi kam bërë në tekst kam përmendur Vërtopin. E treta, un kam kaluar më shumë se 3 ose 4 vera në Vërtop. 4 vera në Vërtop, i pas ke vënë topet aty. Se Vërtopi ka qenë daja e babit tim, ka pasur një mulli në fshatin Vërtop, ka qenë mullixhi. Me vërtet. Edhe aty ai ka pasur tip humori që fëmijëve 12 vjeçar i jepte një gotë gjys kile raki ta provoni. Ti e ke kaluar këtë sprovë? Unë e kam kaluar këtë traumë. E kalove. Po kjo shpjegon disa gjëra aty. Ka pas se ka Muhamet e ka pasur. Ka pas dhe një humor që thoshte të trifte kështu do një 5 lekë ose po i thoshte ti do 5 lekë sa e kishte dorën sa koka e Cubit, se ta kërkiste muksu te kofsa, dhe të linte një si tip rugby hart Namibis ose në Kenya, ta linte te kofsa dhe të jepte edhe 5 lekë sipas saj. Të linte një tip unë vërtet kam shumë kujtime, madje kam dhe traumën e parë në jetë që mezi e kam kaluar që e shipja te Gomari, sepse ai kishte mullirin shumë të bukur, në fakt nuk e di ç'bëhet. Edhe kam hipur te aty rëshkita dhe më ngeli këmbë te ato anës Gomarit. Ke parasysh që janë kapita si këto ato? Dhe më ka trequr Gomari zvar diku te 30 metra dhe u bëra cop. Kështu që Vërtopi që ka i tmerrshëm si fshat, domethënë. Vërtopi si fshat, nuk e kam kuptuar cila është vëra dhe topi, po këtë diçim që tani shikoj Turian, në bazë të hulumtimeve tona kanë ngelur vetëm një çift. Vëri dhe Topja. Po. Tani ti kur ke qenë i vogël i ke takuar këta të dy apo jo? Ai aty mësoi si ta vinte topin. Shiko, emigracioni ka bërë të vetën. Po, pa diskutim. Dhe aty nuk është më as vera as topi, po janë Verinjo dhe Topinjo që janë gjenerata e re. Turian, tani një pyetje interesante për ty. Javës tjetër do na nderoje me prezencën tënde për një intervistë ekskluzive këtu në Top Albania Radio. Duhet të flas me menaxherin. Fol çik me menaxherin. Fol çik me menaxherin. Edhe ne të pyesim te tonin, edhe të koordinohemi. Mos bëni komunikim menaxherin. Jo. A do vish apo jo? Tani ne po të ftojmë me dëshirë. O Visian, për aq kohë sa ke partnere, nuk është efton të viva, nuk kam Ore Turian, pse pas ke kapur me mua ti kaq keq? O Cubi, ti ke ca gjëra që s'na i ke thënë lidhe me Turianin, kështu që nëse Turiani do vi herës tjetër, unë do t'i them. Shiko, keni ca gjëra për të zbardhur, domethënë që unë që kam naiv tu s'pasa marr vesh asgjë çfarë ka ndodhur. Ore se vetë nga grupi që kam punuar 15 vjet se s'ma ka uruar ditëlindjen akoma, mbusa 20 vjet vetëm Cubit s'ma ka uruar. Ue, o
Kur e kishe ditëlindjen. Wow. Edhe mua më kaloi. Çfarë? Unë s'di ditëlindjet të askujt Tori. Dhe ti e di këtë. Ka Instagrami, ka Visiani se më ka postuar. Ue, po unë kam zgjedh story Torianit më O cup, nuk këto nuk e se i dia Visiani më shkruaj përpara. Dëgjota degeneroje live-a për faktin se është të njohë. Visiani i bën këto. Visiani i bën këto. Maestro ju do shumë tani mund të iki të kthehem të hapë. Po tani do na japësh fjalën për javën tjetër? Mund vazhdosh me dashuri dhe ne të presim. Do kalojmë në privat. Kalojmë në privat, okay. Kalojmë në DM. Hajde, ciao. Të përqafojmë Torian. Jeni shumë të mirë edhe nuk e kam kuptuar si e kapit në emisionin, po e keni shumë të vetë. Hapçu. E kuptova. Shëndet. Të kesh shëndet Torian dhe përqafoje gocën nga neve. Përqafoje gocën. Ciao brother. Të dashur miq, s'kish ndodhur ndonjëherë që të ishim live me një personazh si Toriani, i cili çast na tha dhe s'morëm vesh shumicën e gjërave. Na futi në dhe na nxori prap. Cubi ja futi thikën 3-4 herë dhe prap se kuptua. Po që jam gjallë. M'fal Cubi, kush është marrëdhënia raporti jot me Torianin? Mund ta dihet dashur se tash do bën lajme këtë që tha Turi. Asun nuk e di, të them të drejtën. Se ke uruar për ditëlindje, po ke punuar 15 vjet me të më Cubi. Nuk jam mbaj mend ditëlindjen, mos të vini ai kot. Mbaj mend ditëlindjen time. Mos mbaj mend ditëlindjen time. Po ç'është kjo tani s'man mend ditëlindjen, që si më është atë fetin atë. Profesori pikturës në Akademinë e Arteve. Që kishte bërë një punë fantastike në fakt me të. Megjithatë ngelet të shohim nesër gjithsesi. Po, tani dashur Cubi, koha ikën, fluturon normalisht, edhe gjithmonë themi të njëjtën gjë në çdo herë, domethënë, edhe njëjta gjë ndodh edhe me familjen, me kalamajt, e kupton? Kush është prind e kupton? Papritur është në shtëpi, edhe shikon një kolopuç të rritur, e kupton, në shtëpi, edhe kthen kokën. Pas shef gruan thot wow, kur e bëm, kur u bë kaq, kur u rrit. Kolopuçi u rrit, po kjo pse s'u rrit? E njëjta gjë ndodh me kujtime, ndodh me çdo gjë. Ti pa pritur kthehesh pas edhe shikon që kanë evoluar, kanë gjërat. Koha. E njëjta gjë ndodh siç ka ndodhur me fshatin Vërtop, që dikur ka qenë një fshat i madh gjigant, tani ka ngelur vetëm 2-3 kokra. Vetëm çifti ka ngelur. E vërtetë. Edhe është për të ardhur keq në fakt, sepse për te gjithë gjërave ndoshta ndihen edhe vetëm, ndoshta edhe janë edhe se si mund të jenë njerëzit një çift vetëm, si mund të jetoj vetëm? Mund të jetojnë si flen gjumë, dark. Mshtrien. Po, mbulohen. Dhe kaq. Po, mbyllen prap në mëngjes, mirëmëngjes, top. Pin kafe? Po. Han pin? Po, a nuk bëhet jeta pak monotone kështu? Një sekondë se kemi telefonat. Okej, mirë, vazhdo me telefonatën. Po, e drejt. O vino hapja, kush është vëlla? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje të keqen. Mirëmbrëma. Kush jeni dhe nga flisni, lutem? Mirëmbrëma, një përshëndes, jam një mbes nga Vërtopi. Një mbes nga Vërtopi? Wow, përshëndetje, mirë se erdhe në Top Albania Radio. Faleminderit shumë, unë jam shumë e privilegjuar që fshati im është përmendur te radioja juaj në fakt. Faleminderit. Në fakt edhe ne shumë rastësisht e hasëm, pam këtë pjesën e shpopullimit edhe pam që vetëm një çift ka mbetur atje. Ty çfarë të lidh konkretisht me fshatin Vërtop? Unë jam mbes edhe aty kam gjyshin dhe nanën. Çfarë? Ke gjyshin? Ti e mbesa e Vërit dhe Topes? Unë, po, gjyshi e Vëri, po. Më fal, po ti si e ke emrin, si e kishe emrin? Si quhesh, lutem? Unë kam emrin Larushe. Larush? Besoj ta kanë vënë në kujtim në nder të Vërtopit të fshatit. Se një miku jon tha që ka patur lop atje, që s'ka patur. Po, ka patur mulli. Turiani, kështu tha, ka patur mulli. Shumë e vërtet fshati jon, të drejtën ka qenë një fshat shumë i bukur, me shumë njerëz, me shumë kafsh. Po tani ja ka ndodhur, çfarë ka ndodhur? Ju ku jeni vet? Urdhë. Nga na flisni ju vet? Unë nga Berati. Jo, je në Berati? Në qytet. Nga fshati ke ikur një. Sa larg pas ke ik? Unë dhasë. Po bravo. Unë nga ndenjur se gjithë fisi im ka ikur në Europë. Në Europë? Vetëm ti ke ndenjur aty. Po ndenjur nuk më pëlqen jashtë shtetit. E kuptoj. Po në Vërtop shkon her pas here, i viziton?
Gjyshërit? Shkoj jo shumë shpesh, tani të merr vetë jetoj saktu, po shkoj, po. Jeta e vështirë edhe plus e distanca nga Berati. Dini kur shkoj, kur bëhen këto qershit, kur bëhen këto gjëra që mund të hash ndonjë gjë të mirë të stinës. Kush i mbledh, vërja apo topja? Unë me thënë drejtën, unë nuk i lodh gjyshërit, unë i shkon i mbledh vetë. Po, domethënë, kush kanë qëndruar më afër kur ke qenë e vogël, vërja apo topja? Me kë ke pas më shumë afrimitet? Atë, të dy, pa më shumë. A më dëgjoni? Po, të dëgjojmë. Po, të dëgjojmë e dashur. Kush të ka qëndruar më shumë, po, pyeste Visiani? Një sekundë se unë nga që s'ka... Më fal, e keni gojën të zënë, po hani diçka. O vdiqa. Alo. E shkreta, kush e din sa bicikletës. Jo, jam këtu, po nuk ka të mirë dhe dalë pas here, ka val. Ai kuptova. Pra Visiani po të pyeste kush të ka qëndruar më afër, vërja apo topja? Topja. Po se topja femër e kupton edhe kanë darë gjëra me gjëra tjetër. tjetër. Që është gjithmonë si femër, si nanë, normal, kupton më mirë. Po, e vërtet është. Po si thretin në natopja? Alo? O vino. Hajde ke topja në shpirtin lënës. Alo, në gjën. Në gjën, po, nuk më vini mirë, po. Në fakt të kërkojmë ndjesën edhe po qeshim, domethënë. Si janë valet dhe për shkak të asamblesë ndoshta dhe prandaj. Ka frekuencë, ka shumë security këtu për asamblesë. Kanë bllokuar valët, ore, se mora vesh që është bllokuar Tirana. Është bllokuar, çik është bllokuar. Po me vërin, si keni patur raportet? Është shumë babaxhan, është i dashur vëri? Është shumë babaxhan, të them drejtën, është shumë i dashur, një gjysh shumë i ëmbël. Dhe në fakt kuptohet që nga emri që i kanë vendosur vër, pra një njeri i dashur, një njeri ngrohtë. Po ti Larushe aty në Berat, çfarë bën? Larushe? Duke sigur po trasi lopën. Mos na merr personale, lutem. Larushe, si kalon Berat? Çfarë bën? Jo, jam mësuar me emrin. Jo. Po, e vërtet është. Të kërkojmë ndjes. Po, unë në Berat në shkollë, jam gjimnazun. Do me thënë ti je diku 16-17 vjeçe? Po, fikse ka gjetë, 17. Larushe, na thuaj pak si është jeta e gjimnazit në Berat, si është rinia, domethënë si kalonja, ka si është në kohën ti? Ngacmonje, çfarë po ndodh? Si është brezi sot? Ka problematika gjëra? Shiko, unë jam një gocë me shumë parime. Po? Dhe në normal. Na falë se dhe me vërtetë shoqëria sot është prishur, bëj shumë gabime, pin cigare, gjëra, unë nuk i bëj. Bravo Larushe, po çfarë bën ti? Çfarë bën? Unë them drejtën, jam fokusuar te mësimet, mësoj shumë. Bravo Larushe. Dua që të bëhem një njeri i rëndësishëm në këtë vend. Bravo, ta bësh krenar vërit në topin. Po duke qenë se jam besë fshatit vër top dhe gjyshrit, tani e meritojnë. Absolutisht, po, patjetër. Ta ngresh vër tope lart edhe më lart mandje. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. A ke diçka tjetër për të na thënë përpara se ta mbyllim? Unë ju përshëndes shumë. Shumë faleminderit për përshëndetjen. Dëgjohemi prapë herë dhe vino fike se vdiqa vëlla. E falenderojmë shumë Larushen për telefonatën, i urojmë suksese në shkollë. Përshëndesim dhe gjyshit e vërin dhe topen.
Dhe kthehemi pas pak. U rikthyem dashur miq, por u rikthyem për të mos qëndruar dot më gjatë, sepse jemi në minutat e fundit të hapçusë sotme. Në 2 minutën e fundit. Për gjithë ata që na ndoqën deri tani, besoj ishit bashkë me neve dhe u bët pjesë e të qeshrave me lot të beton. Të qeshrave tona shumë të sinqerta me lot, me thënë drejt sinqerisht. E përshëndesim shumë Larushen nga Beradha që na telefonoi mbesën e Vërit dhe Topes. Edhe Turianin që na foli, na tregoi historinë e tij. Si fëmijë kishte super histori me Vërtopin. Nëse ishe fëmijë 12 vjeç duhet pije gjys kile raki. Për treguar që i burri del për shoqërinë. Kishte rënë edhe nga Gomari, pra kishte shumë kujtime nga Vërtopi. Ishte fantastike historia e turit. E gjithashtu duan përshëndesim çdo dëgjues të Top Albania Radio që ishte me neve sot deri në këto minuta. Përshëndes me shumë dashuri Cubin, e cila e bën të rrugtimin ton kaq të bukur me sharmin e saj për Tepelene. Gjithashtu përshëndes legjendën, një ndër DJ-t më të vjetër të Top Albania Radios, mikun tim të Topit, DJ Vini. Thank you brother. Faleminderit DJ. Dhe gjithashtu përshëndesim veten time, po, pa diskutim. Përshëndes Visianin, respekt e vlla. Bravo Visian. Dhe ndërkohë dua të përshëndes në fakt edhe të gjithë ata që na dëgjojnë nga fshati Vërtop. Patjetër. Se neve deri diku bëjmë edhe shaka, e kemi thënë këtë gjën. I përshëndesim të gjithë Vërtopajt kudo që ndodhen. Gjithë banorët e Vërtopit i përshëndesim. Dhe ju falenderojmë që na ndoqët dhe ju lëm takimin e radhës tjetër.